Një hapje e mëtejshme e kishës për të gjithë, siç donte Francesku, apo një hap prapa. Ktu qëndron zgjedhja që duhet të bëjnë kardinalet dhe e cila do të përkthehet në një emër, atë të Papës së Ri. Konklavi nisi sot, më 7 maj. Në mbrëmje do të zhvillohet votimi i parë dhe tymi i parë i zi për bllokim dhe i bardhë nëse zgjidhet Papa i Ri, por është shumë e vështirë që të gjendet menjëherë një marrëveshje. Duke filluar nga nesër do të ketë 4 votime, 2 në mëngjes dhe 2 pasdite. Ashtu si në të gjitha zgjedhjet, numrat dhe rreshtimet kanë rëndësi. Janë 133 votues, nevojiten 89 vota dhe në këto orë përcaktohen aleancat. Kush janë të preferuarit? Sipas shumicës së ekspertëve, ekziston mundësia që të ketë një pap italian, por edhe shanset për një kardinal filipinas dhe një të jashtëm po rriten. Në konklav ka 133 zgjedhës kardinal dhe ata vijnë nga 71 vende të 5 kontinenteve. Italia ka 19. Në shortin për pap midis kandidatëve potencial ka disa italian. I pari është Pietro Parolin, i cili shihet nga shumë vëzhgues si njeriu i aftë për ta mbajtur Kishën të Bashkuar. Me origjinë nga Vicenza, ai u emërua sekretari i shtetit të Vatikanit nga Francesku, një rol shumë i rëndësishëm diplomatik, i cili u caktua atij nisur nga përvojat e tij në përballë. Parolin mund të jetë një mënyrë për të kënaqur krahun më konservator, pa hequr dorë nga një figurë e pëlqyer nga vetë Bergoglio dhe rryma më progresive. Ditët e fundit ai ka qenë në qendër të aludimeve për shëndetin e tij, por lajmi për një sëmundje është mohuar nga selia e shenjtë. Për disa ishte një lëvizje nga kritikët e tij për ta bërë ato të duke i brisht dhe kështu ta distanconin nga zgjedhjet. Një tjetër italian i rëndësishëm është Pier Battista Pizzaballa, 60 vjeç, patriarki i Jeruzalemit që nga viti 2023. Ai u emërua kardinal nga vet Papa Francesku. Rendi i tij i përkatësisë është ai i franceskanëve, i cili në perspektivën e një zgjedhjeje të mundshme në fronin papnor, mund të jetë një ideal vazhdimësie me frymën e varfërisë dhe për ulësisë së mishëruar nga Bergoglio. Pastaj është edhe Romaku Matteo Maria Zuppi, 69 vjeç. Ai është presidenti aktual i Konferencës Episkopale Italiane. Papa Francesku i besonte ai shumë Zuppit, saqë ja besoi detyrën e gjetjes së rrugëve të paqes në Ukrainë, duke punuar gjithashtu për kthimin e fëmijëve ukrainas nga Rusia dhe shkëmbimin e të burgosurve dhe trupave të viktimave. Ai konsiderohet kardinali më i afërt me Bergoglion për vëmendjen e tij ndaj personave në nevojë dhe migrantëve, një shpat me 2 tehe. Ai mund të përjashtohet për shkak se është tepër progresiv. Megjithatë, nga të tre për momentin më popullor mbetet Parolin, i cili do të fillonte me një folez prej rreth 50 votash. Pasardhësi i Franceskut mund të jetë kardinali Filipinas, Luis Antonio Tagle. Ai është një mbështetës i vendosur i një kurie të reformuar. Tagle ka lavdëruar publikisht punën e Bergoglios për reformën dhe ka mbështetur idenë e një kishe që nuk është vetëm një strukturë pushteti, por që i përgjigjet vërtet nevojave shpirtërore të besimtarëve të saj. Tagle beson se kuria do të jetë më dinamike dhe aftë të përgjigjet sfidave moderne, duke promovuar një kishë që është më afër të varfërve dhe të marginalizuarve. Ekziston një personazh tjetër që ka qenë i afërt me Franceskon vitet e fundit dhe emri i tij është rifituar në orët e fundit. Ai është kardinali maltez Mario Grech, 68 vjeç, i peshk emeritus i Gozos. Pas shugurimit të tij si prift, ai studioi në Rom. Fillimisht i lidhur me Ratzingerin, me kalimin e viteve ai është tërhequr nga qëndrimet e tij dhe është vendosur drejt një hapjeje më të madhe, gjë që mund të tërheqë si më konservatorët, ashtu edhe progresivët. Në orët e fundit duket se shanset për Jean-Marc Avelin, kardinalin e Marseilles, po rriten. I lindur në Algjeri, ai është 67 vjeç. Ai ja detyron gjithashtu titullin e kardinalit Franceskut. Një mbështetës i fortë i dialogut midis feve dhe i vëmendshëm ndaj çështjeve të migracionit, ai ka një vizion paritor në frymën e Franceskut, i cili si rrugë të tij ka vëmendje ndaj periferive. Përveç 6 lojtarëve të mëdhenj, edhe linjat e mbrojtjes janë të mbushura me njerëz. Një antar i kurisë, Robert Francis Prevost, i cili vitet e fundit është marrë me dikasterin delikat të i peshkëvive, po ngjitet në detyrë. Prevost njihet për afërsinë e tij me vizionin baritor të Papa Franceskut, duke ndarë angazhime për çështje të tilla si mjedisi, përfshirja e të varfërve dhe migrantëve, si dhe rëndësia e një episkopate afër njerëzve. Ai mbështeti ndryshimin e praktikës pastorale për të lejuar katolikët e divorcuar dhe të rimartuar civilisht të marrin kungimin. Megjithatë, qëndrimet e tij mbi çështje të tilla si shugurimi i grave dhe bekimi i bashkimeve homoseksuale kanë qenë objekt diskutimi. Disa e konsiderojnë atë një papabil kompromis me një profil ndërkombëtar që mund të bashkojë ndjeshmëri të ndryshme brenda kishës. Ka edhe nga ata që përsërisin emrin e kardinalit Filipinas Pablo Virgilio Siongo David nën Rodrigo Duerte. Ai mori kërcënime me vdekje për punën e tij në mbrojtje të drejtave të njeriu dhe viktimave të luftës kundër drogës. Në disa raste Davidi tha se kishte frikë për sigurinë e tij, por vazhdoi misionin baritor me vendosmëri, duke pohuar se kisha ka detyrë të mbrojë më të prekshmit. Një aspekt që e afron atë me Papa Franceskun, i cili si kardinali i Buenos Airesit përfundoi me truproja sepse kishte rënë në konflikt me një bandë kriminale të dedikuar për shfrytëzimin dhe trafikimin e vajzave përfshirë të miturat. Dhe përsëri, gjithmonë ekziston sugjerimi i Papës së parë afrikan me Fridolin Ambongo në pozicionin pole position, kryepeshkoki i Kinshasës, kryeqytetit të Republikës Demokratike të Kongos. Ai është sot një nga njerëzit më të dëgjuar të kishës në kontinent, por edhe një figurë përçarse, një mbrojtës i vendosur i doktrinës morale katolike, një promovues i sinodalitetit, por kritik ndaj disa prej hapave
të pontifikatit të Franceskut.